Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish në kanalin Rrëfime Jete. Ditën e sotme do ta nisim me një lajm tragjik. Viti 2026 nuk është se ka ardhur bukur. Erdhi me një lajm tronditës që në fakt na tronditi të gjithëve dhe na shokoi të gjithëve. Nata e mbrëmshme ka qenë një natë tmerruese. Një natë katastrofike në qytetin e Gjirokastrës, por edhe për të gjithë shqiptarët në aksidentin e rëndë që ndodhi natën e mbrëmshme. Aksidenti tragjik që la pas 3 viktima dhe një vajzë të plagosur, ndodhi edhe rreth orës 3:18 minuta në aksin rrugor Gjirokastër Tepelen në vendin e quajtur Bypass. Po udhëtonin Angelo Ruci, 27 vjeç, Martin Dulaj, 25 vjeç, Arsida Demiri, 19 vjeç dhe Klejdi Myftari, 24 vjeç. Në disa net, rrugët nuk na çojnë në shtëpi, por na çojnë në përjetësi. Ora shënonte pikërisht 3:18 e mëngjesit, ku qyteti i Gjirokastrës festonte, por edhe flinte. Dritat ishin të pakta, rrugët thuajse bosh, dhe ajri mbante qetësinë e zakonshme të orëve të vona. Askush në fakt nuk e priti se ajo qetësi do të thyej në mënyrën më tragjike të mundshme. Në aksin rrugor Gjirokastër Tepelen, në vendin të quajtur Bypass, ndodhi ajo që askush nuk do ta kishte imagjinuar në asnjë mënyrë. Një përplasje fatale, një moment i vetëm që ndryshoi jetën përgjithmonë të disa familjeve dhe la pas një dhimbje të pamajshme. Nata e mbrëmshme mori 3 jetë dhe la një tjetër duke luftuar për jetën. Klejdi Myftari. Kush ishte Klejdi Myftari? Një djalë që fliste me muzikë. Mes viktimave ishte edhe Klejdi Myftari, vetëm 24 vjeç. Një djalë i ri me një shpirt të ndjeshëm dhe me duar që dinin të krijonin vetëm tinguj. Ai ishte instrumentist, muzikor. Muzika nuk ishte thjesht punë për të, ishte mënyra e tij për të shprehur emocionet, për të folur me botën dhe për të dhënë gëzim. Ata që në fakt e njihnin gjithmonë e kujtonin me instrumentet në dorë, me përqendrimin në sy dhe me një qetësi që e karakterizonte. Klejdi ishte nga ata njerëz që nuk kishin nevojë për shumë fjalë. Muzika thellë në shpirt fliste për të. Sot instrumenti i tij hesht, dhe kjo heshtje dhe më shumë se çdo tingull. Ngushlime familjes Myftari. Angelo Ruci, miku i udhëtimit të fundit. Në të njëjtën makinë me Klejdin ishte Angelo Ruci, 27 vjeç. 2 të rinj, 2 jetë, 2 rrugë që u bashkuan atë natë për herë të fundit. Askush në fakt nuk mendon për fundin kur niset në një udhëtim. Askush nuk i përqafon miqt duke menduar se mund të jetë hera e fundit. Ata ishin thjesht 2 të rinj në rrugë, me mendime të zakonshme, ndoshta duke folur për jetën, për ditët që vinin, për planet që tani mbeten vetëm kujtime. Plagët që morën ishin fatale. Klejdi dhe Angelo humbën jetën si pasojë e përplasjes. 2 familjet u zgjuan me telefonatën më të frikshme që një prind mund të marrë ndonjëherë, dhe nëna që nuk do të dëgjojnë më zërin e djemve të tyre. 2 shtëpi që u mbushën me heshtje.
Automjeti i tyre u përplas me një mjet tjetër tip Mercedes-Benz. Në këtë tip Mercedes-Benz u thonin Martin Dulaj, 25 vjeç, dhe Ardisa Demiri, vetëm 19 vjeçe. Martini humbi jetën në vend ngjarje, një djalë i ri, në moshën kur jeta sapo fillon të merr formën, kur ëndrat janë ende të pastra dhe rruga përpara duket tepër e gjatë. Një jetë e prerë në mes, një emër tjetër që ju shtua listës së dhimbshme të aksidenteve rrugore. Ndërsa Arsida është mes jetës edhe shpresës. Arsida Demiri, vetëm 19 vjeç, mbijetoi por u plagos së rënd. Ai u transportua me urgjencë drejt spitalit të traumës në Tiranë, ndërsa familja e saj e priste me ankth çdo informacion. Në atë moment lutjet u bën të vetmet fjalë që kishin kuptim. Një vajzë në fillim të jetës, me ëndra ende të pathëna, me plane që nuk kanë pasur ende kohë që të realizohen. Në mes të gjithë kësaj errësire, Arsida mbetet drita e vetme e shpresës. Gjirokastra u zgjua ndryshe këtë mëngjes, lajmi u përhap shpejt, rrjetet sociale u mbushen me mesazhe dhimbje, me foto, me kujtime, me fjalë që përpiqeshin të shpjegonin një humbje që në fakt nuk shpjegohet. Kjo tragjedi nuk preku vetëm familjet, preku miqtë, preku shokët e punës, preku qytetin e tërë, preku një shqiptari. Sepse kur ikin të rinjt, dhimbja është gjithmonë më e madhe, sepse ata nuk duhej të iknin ende. Asgjë nuk e përgatit një prindin për të varrosur fëmijën e vet. Asgjë nuk e mbush boshllëkun që lë pas një djalë, një vëlla dhe një mik. Kleidi, Angelo dhe Martin nuk janë thjesht hemra, janë histori të papërfunduara, janë buzëqeshje që nuk do të shihen më, janë zëra që nuk do të dëgjohen më. Kjo nuk është vetëm një histori dhimbje, është një thirrje. Një thirrje për më shumë kujdes në rrugë, për më shumë përgjegjësi, për më shumë respekt për jetën, jetën tonë dhe jetën e të tjerëve. Sepse një moment pa kujdesie mund të marrë gjithçka, sepse rruga nuk fal, sepse jeta është shumë tepër e brisht. Sot 3 qirin janë shuar shumë herët, por kujtimi i tyre do të jetojë në zemrat e atyre që i deshën. U prekshin në paqe Kleidi Miftari, Angelo Ruci dhe Martin Dulaj, dhe u dhën të forcë Zoti familjeve për të përballuar dhimbjen e pamatshme. Ndërsa për Ardisën mbetet vetëm një lutje që jeta t'i jap një shans tjetër, sepse askush nuk e meriton që të ikë kaq herët. Ngushëllimet sinqerta.